Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirë se erdhëm në emision. Sot do të prekim dy tema që po ndryshojnë mënyrën se si e kuptojmë kujdesin shëndetësor. Nga njëra anë është Ozempiku, Wegovy dhe Mounjaro, bara që kanë transformuar trajtimin e diabetit dhe që sot diskutohet zërësisht edhe për rolin e tyre në menaxhimin e peshës trupore. Dhe në anën tjetër, dhomat hiperbarike teknologji që përdor oksigjenin në presion për të rigjeneruar rindet. Sot pra do të kuptojmë më mirë se cilat janë përfitimet, cili është realiteti, cila është shkenca, cilat janë mitet dhe rreziqet e këtyre dy koncepteve. Me ne është Dr. Loan Gola, internist endokrinolog, i cili do të shpjegon këto tema në mënyrë thjeshtë si zakonisht që i bën, në mënyrë njerëzore dhe profesionale. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët, doktor. Sfari, falenderoj domethënë për prezencën e juaj këtu. Dhe kur biseduam herën e parë, domethënë plotësisht u bajtova me ju që me përzgjedhjet që ju më në formë keni bërë temave. Faleminderit, doktor. Janë dy tema që edhe zgjojnë kërshëri, po edhe, siç thatë ju, ka shumë mite, ka shumë mendime sfiduese se çfarë po ndodhen në vërtetë, se janë të mira apo bëjnë dëm apo ku ta di unë. Por po flasim për një rësi të madhe shkencore. Kur unë kam filluar, domethënë, sfari këto studimet postdiplomike, në veçantë sa i përket diabetit, po i lidh tash gjërat me këto dy tema që do të bisedojmë. Dikun pas muajit të tretë, neve na u caktuar që ato ku isha në një klinikë në Vukvarovac në Zagreb, që do të kemi edhe 2 javë ditë trajtimin e plagëve diabetike dhe do të shkohet në Dubrovë, është një qendër shumë e madhe, domethënë. Përndryshe Kroacia ato ka ndërtuar kohën e luftës me Serbinë. Edhe ka investuar kohë të luftës 800 milionë euro. Domethënë ajo ka qenë e rëndësishme. Domethënë në atë kohë për udhëheqjen kroate është ka një qendër të madhe, aty kanë trajtuar edhe ushtarët e plagosën, po është nivelet më të larta. Dhe sot domethënë kur shkon atje është si ka qenë e mundur me ndërtuar një qendër të tillë. Trajtimin e parë që kum po, domethënë me dhomë hiperbarike ka qenë pikërisht aty. Në Kroaci, në qendrën domethënë klinike. Edhe kom qenë me një farë forme, i fascinuar dhe kom menduar, domethënë kom pas si ëndër që muj me sjell edhe trajtim edhe këtu, kanë kaluar shumë vite, unë kam bërë për 7-8 vite kërkesa që ajo të vjen këtu. Dhe ka ardhur së fundi që 2 vite kemi filluar, domethënë me trajtimin e saj. Në anën tjetër, kjo tema tjetër që do të jetë domethënë të obezitetit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kemi biseduar edhe herëve të kaluara për rreth parë për Ozempiku si borën parë, cili i takon kësaj ta quajmë një familje që akoma të na GLP, domethënë glucagon like peptid apo peptidi ngjeshëm me glucagonin. Po, e vërtet. Doktor, tash Google po është, po ChatGPT, po kemi informata, po kemi disa foto pak se na frikojnë si efekte anësore për Ozempik, po ti marrim gjanat më rënda dhe deshta të flas se çfarë është në fakt Ozempiku. Ozempiku domethënë është një substancë, mundohem me shpjegu thjesht, e cila faktikisht ajohet edhe në trupin e njerëzit. Ajohet kryesisht në sistemin e zorëve, dhe ato që ne e përdorim, domethënë ne e përdorim një substancë tillë, po e cila është sintetizuar dhe është sforcuar, domethënë ka koncentrim më të madh. Edhe jepet në formë të gjelbërës, por jepet edhe në formë të tabletave. Ka tash edhe tableta, domethënë, sepse thirrja e saj gjenerike është semaglutid. Unë kam qenë domethënë për herë të parë kur është bërë promovimi i saj, ka qenë dikun pak ka dikun rreth 10 vite në San Diego. Aty për herë të parë domethënë jemi njoftuar me produktin i cili natë është quajtur si liraglutid. Dhe lira nuk kemi mujtë me regjistruar asnjëherë në Kosovë, për arsye se është vokalimi shumë i shpejtë prej liraglutidit në Ozempik. Lira ka qenë diçka që është marrë domethënë për çdo ditë, tash domethënë kemi kaluar në një fazë tjetër, e cila merret vetëm një herë në javë, që është Ozempik. Por, doktor, duhet me sqaruar diçka këtu për gjithë opinionin. Sepse po më duket që ka
keqkuptime. FDA-ja amerikane, kur e ka leju Ozempikun, se Ozempiku është produkt i kompanisë e cila ka selin në Kopenhagen, Danimark, është produkt danez, do më thonë, prej ty në ka dalë. Kur kanë leju ata, e kanë leju vetëm për indikacion për diabetin. Dhe dozat e Ozempikut shkojnë nga 0,25, pastaj shkojnë në 0,5 dhe 1,0. Do më thonë, nëse keni pacient përpara, do ta trajtosh muajin e parë me 0,25. Do të thotë një herë një javë. Një herë një javë, një injeksion. Një injeksion me 0,25. E kuptoj. Pastaj për një muaj do të kalojnë në 0,5, prap një muaj, do të thonë do të merr 0,25 për çdo javë nga një dozë. Dhe e treta është kur kalon muajin e tretë me 1,0. Sa zgjat kjo terapi? Këtu te pyetjet sa zgjat kjo. Spari, po kthejnë ato pse është leju Ozempiku në Shtetet e Bashkuara. Në çfarë forme se FDA-ja kur i jep mendim shkencor, kur e lejon, kur bën approve, domethënë ato indikacionet janë shumë të qarta, sepse ato është krema shkencëtarëve botëror. Patjetër. Të cilët janë pavarur. Pavarur nuk i nështrojnë asnjë presionin. Ata kanë leju për indikacione të diabetit tip 2, po përsëris, për indikacione fillimisht të diabetit tip 2. Edhe këtu çdo gjë duhet më konë të qartë, çdo gjë përfundon. Tash zvoni e kanë leju edhe për dëmtimet renale. Dhe me thonë të procesi dëmtimit të veshkave, të diabetikët. Të diabetik. Dhe tash krejt vonë edhe për dëmtimet dhe me thonë kardiovaskulare, të insuficienca e zemrës, dhe me thonë mund tipet. Bashkë me një barë tjetër, i cili të një është i njohur si empagliflozin, dhe me thonë që tash ka fillu të prodhohet shfrytëzirasja edhe në Kosovë, në licencë të huaj. Dhe me thonë nga kompania Trefarm, jo për mi bërë reklam, po është mirë që kemi. Deri këtu, gjana duhet jenë të qarta. Vjen një pacient këtu të kun, është të trajtu të marrë me insulin, është të trajtu me metformin, apo me DPP-4. Gjendja nuk shkon mirë, ka mbi pesh, atëherë vendosim që me fut në Ozempik. Kuptohet. Pengesa parë serioze është çmimi. Çmimi Ozempikut. Ozempikut. Sepse kur ka ardhur në Kosovë, ka shku deri 130 deri 140 euro për një muaj dozë. Përndaj terapia ka kushtuar 4 doza. Udhëzimi i ri administrativ që ka pru Ministria e Shëndetësisë, që e përshëndes këtë hap, domethënë ka bërë që çmimet të bien. Dhe tash një Ozempik mund të asigurosh për 84-85 euro në shumicën e barnatorëve që edhe këtu në Gjakovë, domethënë. Por ka një kusht tash, nuk të jap kërkushën barnatore pa udhëzim të mjekut. Në këtë rast e ndërkohë, jo si ka ndonë përpara, domethënë kush ka dashur. Gjitha këto bëhen për arsye të sigurisë, edhe për të caktuar qartë indikacioni se kush e merr atë. Në këtë rast ka rastisë që na shumë shpejt do të kemi këtu edhe 4-5 endokrinolog të ri në Gjakovë dhe gjërat do të vendosen më ndryshe, mjekimi domethënë do të jetë nivel edhe më të lartë, kontrollat do të jenë edhe më të mirë dhe unë uroj që edhe të informoj edhe pacientët që do ta kemi këtë situatë shumë shpejt. Kur fillon me trajtu, ato shka vrejnë herën e parë, domethënë, kërkesa për dozat e insulinës bjen. Cilat janë arsyet, për shembull, unë është më pyet pse po ndodh që kjo. Edhe për deshta më pyet edhe për metformin si bori i parë ose bori më i popularizuar, më i mbetet metformina. Dallimet mbetet metformina në kombinim me Ozempikun. Mbetet metformina në kombinim me Ozempikun. Deri vonë nuk kemi pas leje, domethënë nuk ka pas leje që mund ta përdorim edhe këtë preparatin që përmenda më herët empagliflozinën. Tash FDA ka dhënë lejen që mund të përdoret edhe empagliflozina në kombinim me Ozempikun. Që domethënë është edhe kjo një arritur mjaft e madhe. Vjen pacienti këtu, trajtohet, e shohim që nevoja për dozat e insulinës bjen, arsyeja pse bjen janë disa gjendje në cilat ndikon Ozempiku. Domethënë tash ky është një agonist i GLP receptorëve. GLP receptorët i kitë shpërndanë nëpër pjesë caktuar të trupit. To fillu prej sistemit nervor në nivel të hipotalamusit, kur ndikojnë në qendrën për ngopje. Ndikojnë në qendrën për ngopje dhe bjen oreksi. Shishoni, na po flasim për Ozempikun, për trajtimin për diabet. Këto efekte tjera janë që vjen deri te humbja e peshës. Sepse duke ndikuar në pjesën qendrore. Tash si efekt ansor. Ansor për shumë pozitiv. Patjetër. Përveç atje, ndikon në stomak. Në stomak ndikon që kalimi i ushqimit prej stomakut në zor ngadalësohet. Dhe vjen efekti i dytë, sepse jep informacion që lukthi është i plot. Dhe kur ke lukthin e plot, s'ke nevojë për marrë ushqim tjetër.
Dhe pika tjera kur ndikon, do më thonë janë të shumta. Mendohet që bëni restore, do më bëni një farë riparimi të qelizave beta të pankreasit. Aty ku përdoret insulina. Tash, ndëgjon lloj-lloj mendimesh e shkakton këtë efekt ansor, po shkakton edhe efekt ansor. Si çdo bor tjetër? Po, ju përkujtoj, Ke më shumë. ma tepër për shikust, ju përkujtoj. 1.8 raste, në 1000 raste, do më thonë 2 pacient pothuajse, në 1000 raste që përdorin aspirinë, vdesin nga efektet e aspirinës. Do të thonë aspirina është një barë që të ne mirë sikur bombonat mirën, por ka njerëz që e paguajnë me jetë, sepse një gjakderdhje edhe kështu që çdo borë ka edhe ato efektet e vetë anësore. Ky mund të shkaktojë për shembull një nauze, një ndjenjë për me kthy, sidomos nëse përdor shumë ushqim. Mund t'ja hupësh efektin nëse përdor karbohidrate. Ja zbut efektet e Ozempikut, që nuk është mirë, domethënë prap duhet ajo bën kundët e asaj. Dhe mund të shkaktojë edhe te disa pacientë kemi raste kur shkaktohet edhe problemet me defekacion, domethënë kur ka kapslëk. Pse unë gjithmonë them që duhet në kombinim me mjekun gjegjes të vendoset për marrjen e Ozempikut. Janë shumë faktorë. Po në anën tjetër duhesh me pyet ato mos dikush prej familjes ka pas probleme me neoplazit multiple endokrine, që janë kryesisht me trashëgim familjar. Do thotë aty nuk guxon më marr. Smundi malinje. No, smundi malinje. E tiroides, pastaj te karcinomat cellular karcinoma tiroides. Duhet më bëni një ekzaminim i tiroides para se me fillu. Me Ozempik. Po, me Ozempik. Sigurisht. Po, do të thotë ato gjëra që duhesh me i përcjell. Kto është detyra endokrinologut. Për me i bo, normalisht edhe një internistit, por nëse ki endokrinologa duhet të kryej ato gjëra, para se më fut domethënë në atë formë të terapisë. E mënyra e marrjes shumë e rëndësishme. Ne këtu në kabinet, shumicën e raste kur i trasim, domethënë i edukojmë çysh më marr. Është mirë secilën çdo javë më marrim ditën e njëjtë. Për shembull, nëse ke filluar ta marrim sot është ditë e martë, prap ditën e martë tjetër, domethënë më marr atë njëjtën kohë. Njëjtën kohë sepse është shumë i rëndësishëm koncentrimi i cili rrin në xhak, se kjo është një materie e cila ngadalë, domethënë lëshohet prej vendit ku e ke marrë dhe më rrin një farë platoje. Po, edhe për ato mirët një herë në javë. Kjo pyet doktor, më falni vetë. Po. A duhet ndonjë përgatitje tjetër në kuptimin e ushqimit? A duhet me qenë i ushqim? Jo, nuk ka lidhje, hiç absolut nuk ka asnjë rëndësi aty. Ma parashtim që unë gjithmonë i them pacientave, se unë pas rast me taku edhe këto që ka zbuluar këtë gjellpin, domethënë. Është një shkencëtar i cili jeton në Gjermani, në Zvicër vërtet, po është gjerman. Domethënë ai ka dhënë studimet për të. Edhe pyeta thonë, i thash, kam disa pacientë që nuk het si duhet. Tha, pyeti sa karbohidrate po të përdorin, ta se ja hub efektin. Është fol shumë për shkak për efektet anësore ta marrim në tiroide, që shkakton karcinom direkt Ozempikut. Nuk qëndrojnë ato, sepse është çdo doktor. Kur e bë studimet e para, i din ato fazat klinike si shkojnë. Po, edhe tashti ato e përdor mas pari në min, në rodent. Edhe është një ide, domethënë që ta shpjegon këtë procesin. Nuk ka GLP receptorë në tiroidet tjerë, temit ka, atje ka shkaktuar, kanë pas probleme, domethënë. Kjo ka qenë arsye. Kjo është arsye. Këto domethënë për niveleve kur kemi bisedu këto, në disa libra shpjegohet, në disa nuk shpjegohet, po veç për me ditë këto, domethënë mes me kriju diçka një frikë e cila nuk ekziston. Doktor, po gjithmonë po flasim për Ozempikun, po, jo, përkundrazi. 2025 ndohet është eliminuar. Eliminuar, përkundrazi tash indikacioni i ri i FDA-s është pikërisht heart failure, suicidet e po. Duhet më marrëm bashkëpunim, në kësaj në kombinim edhe me EMP-n, me empagliflozinën. Se sot sa shënoj unë si empagliflozinë, sa shënoj unë si endokrinolog, çfarë shënojnë edhe kardiologët. Çfarë bori është ky, doktor? Po SGLT inhibitor, domethënë që ndikon në veshk që me largu sasinë e tepërt të sheqerit përmes urinës. Domethënë, nëse shiqojmë kështu ato që ka ndodhur sot në shkencën globale, domethënë trajtimin e diabetit e bashkë me këto edhe nefrodiabet, se tash kjo po quhet drejtimi rishënësor, nefrodiabeti apo kardiodiabeti, diabeti dhe zemra, veshka dhe domethënë dhe diabeti, këto janë domethënë çto grupet. I kemi me një anë, domethënë GLP-t, pastaj vjen empagliflozina, edhe vjen ky preparat i ri Kerendia, domethënë trajtimin e hipertensionit,
Do jenë 3 shtylla kryesore që janë shtylla të reja. Deri këtu, Ozempic, trajtimi i diabetit, të mos harroj. Por kush është Wegovy që më pyete më herët? Wegovy është Ozempic edhe Wegovy. E njëjta substancë. E njëjta substancë, semaglutid dhe me generik. Po është me 2.4 koncentrim. Do të thonë është dikon rreth 140% më njollë se Ozempic. se doza startuese. Doza startuese. E tash, si ndodh tash po kthejmë prapë te FDA-ja. Si e lejoje FDA-ja ato? Nuk e lejoje për diabet Wegovyn. Ozempicun po për diabet, indikacioni kryesor. Pastaj e zgjeroi indikacioni për veshka dhe për zemër. Por Wegovyn pse e lejoi si preparati i parë kundër obezitetit. Ka pas edhe preparate të tjera. Kemi pas për shembull Orlistatin, tablet, shkruaj edhe këtu përpara, por shumë efekt ansur. Tash Wegovy është me 2.4. Edhe është preparat shumë i fuqishëm, domethënë anti-obezitet drug apo bar kundër obezitetit. Doktor, pënorim të një punim t'juën që keni publiku në revistën Mjeku, ku keni paraqitur në mënyrë shkencore me rëndësinë ose dobinë e kombinimit të piquaj Ozempic për shkak që publiku ta kupton më drejt për përmendje emrin e kompanisë. Bori Generic. Domethënë kombinimi i Ozempicut me metforminën në trajtimin e obezitetit. Po. Tash, na tregoni metformina po ashtu ndikon në menaxhimin e peshës trupore, Ozempicu po ashtu, Ozempicu i thjeshtë ta quaj, edhe Wegovy po se po. Na tregon në aspekt statistikor nëse ka mundësi ose shkencor, ku është dallimi cila zvoglon më shumë, edhe sa në të dallimet për afërt aspekt. Tash të dallimet në humbje peshe. Po, në humbje Do të peshe. thonë që se mirë me humbje peshe. Kthehemi prapë te metformina. Barna që i kanë qëndru kohës, do të thonë përmenda pak aspirinën, kështu të rastësisht, do të thonë është hap që përdoret me një kohë të gjatë. Metformina i ka kalu gati 60 vite që përdoret, do të thonë ka kalu gjitha barierat kohore edhe vazhdon u përdor. Prapë se prapë, edhe pse ka dalë Ozempic, edhe pse është Wegovy edhe gjitha tjerët, vija e parë metformina është. Mbetet Ju vija e pajtoj parë. se ka mjek që si duket ndikime tjera në pyetje, po që metforminën Pavarësisht. e kontestojnë, Po, nuk e ki. Po metformina prapse proposhtë Gjithkush ndryshe, mundet me po. kontestu, por ne i kemi udhëzues. Udhëzues vijnë prej sigurisht. shoqatave më të njohura botërore. Ai thot, first line. Ka ardhur pacienti tu ka ul këtu, first line metformina. Terapia por 3 euro kushton. 4 euro kushton. Mund ta taqosh me metforminë. Po që se pas 3 muaj ditë nuk ka rezultate të mira, pastaj del me dual therapy, do të thonë terapi 2 fisht me një hap tjetër. Pastaj mundesh me fut me terapi 3 fisht, pastaj mundesh me kalu në këta të tjerë. Nëse shiqojmë një renditje sot që është në vendet që i kanë sigurimet shëndetësore të rregulluar e mirë, po e ki kështu, shkon metforminë, shkon kjo tjetra që përmenda pa glifosina SGLT, vjen në pyetje domethënë këtë rast Ozempicu, edhe kjo është ai triasi 3 barnave kryesorë që fillojnë sot më u përdor. Tash, problematika është se sa ka në këtë shtetin ton situatë, domethënë që mundet më leju një pacienti më siguru një Ozempic apo një EMPA. Është problematike kjo shumë. Edhe kjo ka një zgjidhje. Kur bisedoj për shembull me kolegët tonë në Kroaci, ata habiten se si është e mundur që Kosova të ketë një listë esenciale, thotë barna nuk i paguën 100%. Po se aty është me bashkëpagesë për shembull Ozempicu, ti mund ta marrësh Ozempicun. Edhe ka një kusht ligjor. Nëse ti e ke, domethënë body mass indexin mbi 30. Më falë që për drejtona për ty, po nëse ke body mass indexin 30, atëherë të lejohet për më të përshkruar bari. Por ti bëni bashkëpagesë. Ai burson. Po jo gjithën 100%. E keni bashkëpagesët. Edhe pse paguani me sigurime shëndetësore, e keni edhe një bashkëpagesë. Këto jo kanë propozuar edhe disa herë Ministrisë së Shëndetësisë. Nuk kemi nevojë për shembull gjithmonë 100% me mbulu ministria, se po mor ministria të barë. Ta marrë me një çmim shumë më të lirë. Sa që mund të marrë një banator private, sepse me kësaj më të madhe. Dhe pastaj çmimi në tërësi një herë është më i vogël, dhe kur vjen puna te bashkëpagesë, ministria mund të bëjë një pagesë 50-60%, pacienti bën 40%, ama nuk del ajo 84 euro. Ai do të jetë dikon 20 euro, 25 euro. Po them, kështu shumë i përballueshëm se aktualisht. Domethënë, përveç listës esenciale duhesh me marrë edhe me futë edhe sistemin e bashkëpagesës. Nuk është marrë, nuk je 100% një shtet social.
ta marrim Norvegjia ose shtete tjera, po, tjera, po Kroacia ka këtë sistem. Çfarë funksionon ajo? Te Vegovi, që më pyeta. Mirë, Vegovi si bar është i regjistruar për obezitet. Pse tash për shembull? Ashtu edhe ne? Jo, sa di unë, kompania shteti që prodhon, domethënë kompania aty dhe përfaqësuesi i tyre në Kosovë se s'kan përfaqësues, kanë zyrë, është një kompani të rralla që është kaq e fuqishme e që ka zyrë në Kosovë. Domethënë Danimarka aty ka treguar një formë shumë miqësore në raport me Kosovën, sepse duke pas zyrë dhe çmimet janë më të ulta. Sigurisht. Nuk i nështrohet sikur vendeve të Bashkimit Evropian, është pak sistemi se këshyret sa është GDP-ja dhe krejt, edhe aty shëndrojnë më mirë. Edhe produktet janë top kvalitet. Dhe tash për shembull, ata po përgatitin ndikon në januar ta regjistrojnë Vegovin. Do ta kemi në treg zyrtar një produkt. Sa bën aty ministria, sa hin me domethënë a do të më mbështet, a do të më shkon këtë formë, ato është çështje strategjive që ata i kanë në sigurimin e banave të ri. Ai mirret një lloj, mirret një herë në javë. Vegovi. Mund të shkoj domethënë në humbje të peshë deri në 15%. Imagjino, a keni pacient me 100 kg, po varet tash periudha kohore të dikush shkon më shpejt, se varet pak edhe pikë distribuimit të receptorëve. Si kemi gjithë njësoj. Jo, po si kemi gjithë njësoj ata receptorë, edhe të dikush mund të shkojë shumë mirë. Çado që tjetë, mos harrojmë. Ki dy metoda jo farmakologjike të trajtimit. Metoda e parë, domethënë është dieta. Duhet të heqësh produktet me karbohidrate, të kesh kujdes sa përdor patate, sa përdor riz, jo minder prej ato. Po, në sasi të caktuar, pa bukë. Nëse ki fasule një pijat me një riz bukë, i keni edhe këtu përpara gjitha këto dietat, por këtu duhet me pas kujdes edhe me një gjatë tjetër. Pacienti i cili futet në trajtim, qoftë me Ozempic, qoftë me Vegovi për humbje të peshës, duhet me ndryshuar set pointin, atë piknisjen. Ai duhet me kuptu që ka ardhur në një situatë ku duhet me fillu më rujt. Shumë. Sepse obeziteti sot është i lidhur me komorbiditet shumë të madh. Për shembull, te diabeti, te smundjet e zemrës, te smundja e aparatit lokomotor. Sot ne kemi raste kur ordinohet nga ortopedi, i cili do të bëni protezë gjurit, edhe kërkon ta kemë mundësi të ti me fut ton terapi që më humb ky pak peshë s'më me realizu operacioni ose operacioni domethënë shkon i pa suksesshëm. Edhe këtu është ai problemi që në fund ditës, po ta marrësh lapsin, po të bësh pak farmakoekonomik, do shohësh që shpenzimet janë rrit nëse s'ke përdor këto preparate. Dali më të lartë se sa përdorimi i tyre, nëse i siguron Ministria e Shëndetësisë. Doktor, të flasim edhe për Ozempic edhe për Vegovi para se më dalën preparatin e tretë që është më i riu. Po. Dhe me tash, që është më ngjarë që do të na tregoni a kemi edhe këtë preparat këtu. A krijohet vazhmëni në kuptimin që a ka një limit kohor përdorimi i Ozempikut për diabet, për sa kohë pritet afërsisht mesatorë, kuptoj metabolizmin, receptorët e gjithë këto, në një për Ozempic të thjeshta quj, edhe për Vegovin që është 2.4 mg për obezitet. E thatë, po ashtu është injekcion, një herë në javë, sa kohë pritet më barë këta dy, por më thonë emi okej edhe a ndërprehet në herë. Shumë pyetje me radhë. Sepse shumica pacientëve edhe kur ju flasim na, ata kërkojnë që me ditë sa kohë kam i marrë, se ka një kostër kjo. Do të them kjo varet prej jush. Sepse nëse ti ta marrim të marr Vegovi ose unë, marrim Vegovi, filloj me humbën peshë, i humbim 10-15 kg, edhe del para pasqyrës shë veten. E shet normalisht dukshëm më me pak peshë ndin veten më mirë, në aspektin psiqik. Nuk i stigem më ton dikush shka e bo, shka e shnor, shka shtepër, ku ta dione, që shemi në si shoqni që dim kanë njerë me këshyra dhe trupin e dikuj tjetër. Por, e më varë për pacientit, sepse të thash prap, ato dy të parët që i përmenda dhe më tonë, aktiviteti fizik dhe dieta e në shumë të rëndësishme. Mos pretendo me unë pesh ose më bo rëp vetëm i Vegovit apo vetëm me Ozempic. Edhe mos me ndryshu stilin e jetës. Edhe me ndryshu stilin e jetës, ato duhesh me ndryshu nëse dën, se ato janë metoda komplementare që plotësojnë njëra tjetrën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që pacientin start ta kuptoj. Që tash në fillim ta ndrohet set pointin, ta ndrohet pikën e nisjes. Do të thotë ka ardhur te mjeku, ke probleme me peshë, po kujdesu ti pa në këto pjesë tjera,
Se nuk bëhet kur gjë nëse 3 orë në ditë kemi 3 herë në një javë kemi ecë ka një orë, nuk bëhet kur gjë tjetër. 5 kilometra kemi kalu. Ai është shumë e rëndësishme. Kujdesu që të kesh 2 shujta, që njërin ta marrësh ka ora 9:40, tjetrin ta marrësh në orën 17 për shembull, dhe që pas orës 17 ose 18 mos përdorësh më ushqime. Mundesh një çaj, një kafe, domethënë ose një pemë. Dojnë ato gjana domethënë që duhet sport. Nëse pacienti e arrin për shembull për një ta marrin, po flas për numrit, se nuk kam edhe numër të vogël, është paguajti numri i madh të pacientëve që trajtohen me këto. Nëse arrin për 6 muaj ditë, ketë një rrëmje të peshës topore deri në 10%, ai është rezultat shumë i mirë. Sepse ka ardhur me 100 kg, ka kaluar me 90 kg. Është gjendje shumë e mirë. Në shumicën e rasteve as 1 kg ose 2 s'ka mujt me hop. Edhe ka ndodhur shumë dieta të ndryshme pe i thuj kështu të marrën pe internetit edhe këtu lloj-lloj forma që nuk du me hinë ato gjana, por kjo është një arritur. Do të me vazhdu, mund me vazhdu. Nuk shkaktojnë vashmëri. Jo. Ja, nuk shkaktojnë vashmëri. Vashmëri shkakton ajo nëse nuk i përmbash post Ozempikut ose post Vegovit, nuk i përmbash dietës edhe aktivitetit, do shkaktohet vashmëri se duhesh më kthy prapë në këtë gjendje. Ç'ke qenë? Mirë, po nuk vihet te mjeku për shkak këto më ndodhin, tash po duket këto më pra. Nuk vihet te mjeku për shkak një vajzë zëre 27-8 vjeçare, vjen me kërku humbje peshe, arsyeja shumë banale. Ka më shkuar në një banket edhe fustani domethënë s'po mbien. Domethënë se do. Çaj numër që ka ble. Po. Domethënë edhe kena do, domethënë që këtu pak për më përmend, domethënë që s'ke nevojë për më marrë ashtu. Nëse në dark ki përdor kur pyes çka ki përdor mramën dark të picë në ora 10 natës edhe një Coca-Cola. Kështu që aty domethënë mbetet asaj pjesës jo farmakologjike, dietës, aktiviteti fizik, atë pastaj bisedojmë. Të rëndësishme. Pyete kombinimet Ozempic metformin. Po. Shumë kombinim i mirë. Ki perimetër të belit ma tepër sa që duhet, janë caktuar në normat për mashkull. Edhe ato që ndodh aty, ki rezistencë në insulin. Deri vonë nuk i kemi bë këto insulinën, C-peptidin edhe këto si kemi kontrolluar. Tash i kontrollojmë, tash kjo ka një rutin. Qyrim sa të prodhon organizmi insulin, sa është homa indeksi i rezistencës, mbas saj dim se ku qëndron. Edhe të informojmë, themi që çfarë. E ki këto 100 cm për metër, duhesh më kthy përfundit 88 cm. Sepse o ka bën rezistencë ai në diamor që i rreth belit, edhe o ka qenë informacion të gabueshëm te pankreasi prodhon më tepër insulin. Ki gjendje të hiperinsulinemisë, e cila ko pas koha ka më të jap një informacion prapë gabueshëm qyse atë o ka të bën glikemia. Edhe kemi përdorur një karbohidrat, kështu që ajo futet në atë harkun vicioz. Përdoret as më tepër ushqime. Prandaj pacienti duhet më koni njoftuar me gjitha këto, pastaj që ta di që në faza të tjera çka më përdor. Studimi finlandez, pa underscore, që ka zgjat 10 vite, e ka treguar një gjë që metformina mund të përdoret si barë për prevenimin e obezitetit, po edhe të diabetit. Sepse kur përdor metforminë e ki ndjenjën e ngopjes. Edhe ajo është qëllimi i tabletës që përdoret, një ndër qëllimet. Edhe ajo bjen situatë që më humb pak në peshë. Kur humbem peshë, domethënë edhe këto gjendje tjera i rregullon më mirë. Ndërkohë, një pyetje që lindi prej asaj që ka deklaruar për punë të rezistencës në insulin, metformina përdoret edhe te sindromi i ovarëve policistike. Po. Po dhe aty rregullon rezistencën. Rezistencën, po a përdoret edhe këto të tjerat? A janë futur edhe për çdo Jo, ka te Ozempiku për shembull, ka dhëna që ndikojnë në përmirësimin e fertilitetit. Po nuk mund të them se i duke shku studimet. Ta shohim si do dalin. Jo, akoma nuk kam roja sepse para 2 vitesh isha në Prag edhe ishte kongresi evropian i obezitetit. U bë një, më thonë ashtu të thoj za luftë, sepse me një anë kishte këta kirurg për metabolik. Do të thonë që futen gastric slaving edhe këto sa të tjera. Edhe në anën tjetër kishte këta përdorues, do të thonë GLP-ve. Dhe aty filloi një debat shumë i ashpër, mes tjera është njëri prej aty që ishte është metodë më efikase. Cila është më efikase. Njëri prej aty që ishte nga Shtetet e Bashkuara deklaroi që ka dhëna që Ozempiku i rrit ndjenja suicidale të vetvrasjes. Si efekt ansor. Si efekt ansor, domethënë i kitash edhe në për këto kanë dalë. E ndërkohë ishin të shku studimet. E kjo që udhëheqke ishte çeke, domethënë kryetaria e shoqatës për obezitet të Evropës, edhe ajo dojtu tha mos përhap diçka që hala s'ka dalë punimi, ta zonë informata tjera. Edhe logjikisht situata kësaj. Çdo kush që ka mbi peshë të madhe,
që është për shembull grade 3 obezitetit ose 2, e ka një lloj stigme. Patjetër. Sidomos në këto shoqërinë tona. Patjetër. Ndodh bullizmi. Kur e ki stigmen, e ki edhe depresionin. Kur e ki depresionin, atëherë të çojnë atë rrugën që nuk duhesh. Në 2001, kur kam qenë në Zagreb, domethënë studime postdiplomike, jam habit kur i kam pa që aty kanë qenë edhe 2 psikologë. Cilët u merrshin me pjesë e ekipit, për shembull, ata që i thojnë dita D-Day, Decision Day, domethënë dita vendimarrjes, kur pacienti më fut në insulin, domethënë ti shkoj te psikologu por ta shpjegonte disa gjëra, përgatitje, që mos të ndodhë, domethënë ajo si goditje e rënd këtu në Alë, sot si kemi ato mundësi. Pa marrë me bilet paktin me pasën klinikë pediatrike në Prishtinë. Kur shkojnë këta me tip 1, edhe aty është njëna, është fëmijë, njëna mundet me qenë, domethënë nivelit shkollor minor. Zakonisht janë shumë traumatizuar. Po, shumë traumatizuar, e ditë shumë ka. Këto janë ato gjëra, domethënë ato finesat që bëjnë kujdesin ndaj diabetit, edhe ndaj obezitetit, që s'mundet familja aty me ndërhy bilet. Kështu që kombinimi semaglutid me ose Ozempic më mirë me thonë, me metformin po shkon. Doktor Emin, pothuajse në fund të emisionit, në mbetet i fundit, 2022, për FDA-it është aprovuar më gjatë, nëse s'ka bëj, më keni thënë që unë u përfasova që veç kam rri dhe në Kosovë si borë. Që Kosovarët jenë, në përgjithësi shqiptarët jenë kështu njerëz që nuk njolen, gjithë. Edhe mas shkencës. Po e kanë ato që, po kam rri. Kam disa pacientë që janë më ngjarë, Gjakov. Përdoret veç për? Po më fillimisht është thonë edhe kjo për diabet. Për diabet? Për diabet. Tashti veç ti ndojmë gjana, domethënë Ozempic dhe Wegovy prodhohet nga kjo kompania daneze. S'japim emrin e cila është. Ky tjetri më ngjarë. E ka edhe një paralele tjetër, ka edhe një, si më thonë, një vëlla tjetër. E ka Zepbound. Zepbound nuk është hala në Europë, është vetëm në Amerikë, është në procedurë. Më ngjarë ka ardhur, por cili është dallimi ashtu? Te Ozempiku e kemi vetëm një receptor ku ndikon, GLP-1. Te më ngjarë e kemi 2 receptor. GLP dhe GIP, domethënë, që mos më lodh shumë. Aty është përparësia. Tash përparësia këthe. Çka ndodh me kësaj përparësie? Qysh reflektohet kjo në rregullim më të mirë të glikemisë, në rregullim më të mirë të peshës trupore. Çmimi 85 euro, 250 euro. Mojorja. Mirët një herë njësoj. Mënyra e administrimit, kozgjotja, një. A kjo ndodhi kur çmimi ku ka trefishi është. A mund të mirët, nuk e di. A mund të mirët për shembull në Kosovë ndoshta me një çmim më të ulët, po ta kishin përfaqësinë asaj kompanisë amerikane këtu. Por është një lajm shumë i rëndësishëm. Para një javësh Donald Trump del në konferencë për shtyp, mund ta përcjellni. Edhe fol pikërisht për këto 2 preparate. Ju urgon 2 kompanive. Asaj që e ka jap lejen Danimarkës për me shit në Shtetet e Bashkuara, edhe asaj që është amerikane dhe që shet në tregun amerikan, kërkon zbritje të çmimeve. Thotë sepse jeni duke bë kufizime në trajtimin e pacientëve. Ai Trumpi që duket nganjëherë në forma të ndryshme që ditshëm diskriminim i bie. Po. Në një forma nuk e përdor këtë diskriminim, po i thotë nuk mund të bëni kufizim në trajtimin e pacientëve. Po ti në tokë amerikane jeni të prodhu këtu edhe çmimet janë enorme, sepse atje çmimet janë të tjera. Atje janë të tjera. Atje më të njëjtë për shkak të shumë sigurimit normalisht. Me indikacion. Këto harrova këtu në shtetet e rajonit. Për shembull, në Maqedoni mund ta marrësh një Ozempic që pagun shteti, por duhet të kesh një kusht. Body mass index mbi 30. Body mass index mbi 30. Njëjtë është në Serbi, njëjtë është në Kroaci. Mund ta marrësh Ozempicun me body mass index edhe 27. Qose ka indikacione tjera. Po, komorbiditeti, probleme me veshka, probleme me zemër. Edhe ku s'kan funksione të tjera. Edhe kjo. Kështu që edhe Kosova, nëse shkon në këtë bazë për me siguru ka pjesa e listës, për me futën në listë, domethënë qoftë si bashkëfinancim, qoftë në listë esenciale, duhet me bëhet njëjtin veprim. E vendos e çetën fletore zyrtare, në Maqedoni kom qenë unë në Tupunu në Shkup atje, në Nën Terez, kur ata kanë qenë fletore zyrtare. Ky barë përdoret, por mjeku merr obligim që mos ia shkruaj dikujt pa body mass index, për ndryshe përgjigjesh ligjërisht. Këto gjëra domethënë duhet të rregullohen. Tash të mund gjuar, thash ka filluar më ardh këtu. Është regjistruar, ka lejuar dhe ema.
Po. Shumë ai fuqishëm. Domethënë ema. Nëse këtu shkon me 15%, te mëngjerar shkojnë deri 25% humbja peshës trupore. E fillon për shembull me 120 kg, mund të ndodhë që të vish deri në 80-85 kg. Shumë efikas se sa semaglutida 2.4. Po, që kjo Ozempiku 2.4. Po, është ma që çon, domethënë sepse i ka 2 receptor. Ajo që pritet me të pritet një përpara të ri. Momentalisht ka një emër hipotetik, thojnë 3G. Që i bjen GLP i Ozempikut, GLP-GIP i Mounjaro, kurse ky do të ketë GLP-GIP edhe G. G është receptori i glukagonit. Pritet edhe thuhet që për ato që do të jetë më potentë, është në fazat studimeve klinike edhe ai. Dhe kjo do të thonë tregon që duke pa situatën që kemi 600 milion me diabetin në botë, dhe kemi edhe 400 milion që kanë diabetin dhe nuk e dinë, dhe duke pa që kemi 600 dhe 700 milion me obezitet, kalon gati e mbrin 2 miliard, edhe që janë 25% e popullatës botërore, fondet për shëndetësi po harxhohen në këto dy, domethënë u rrit edhe interesimi për me siguru barna të tillë dhe ata me qenë të qasshëm. Do të thonë kretë botë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Të nderuar miq, tani jemi pra në njësinë hiperbarike të quajtur, ku do të flasim më konkretisht me doktor Leoni lidhur me dhomën hiperbarike, synë e përdërimit të saj, edhe procedurat të cilat ne meritojmë të respektohen. Atëherë doktor Leoni, na tregon pak më shumë se çka është terapia hiperbarike me oksigjen dhe për cilat raste më shumë të ju i përdorni. S'po e mirë se erdhët, domethënë ju keni ardhur në kabinetin për endokrin diabet dhe në njësinë hiperbarike që është pjesë përbërëse e kabinetit. Kjo ka filluar të ushtrohet këtu tek ne para 2 vite, domethënë, se deri më tash kemi pas një numër solid të pacientave. Po them solid për arsye se nuk është edhe kemi pas shumë referime prej kolegëve, me siguri është që edhe nuk është njoft si metodë, nuk kanë informacion. Është interesant që kemi pas mjaft ardhje prej qyteteve tjera, që janë nështruar domethënë procedurat e dhomës hiperbarike. Këtu përballë domethënë kemi një pajisje që është një ndër pajisjet e fundit për dhomën hiperbarike. Kjo është një dhomë e cila është vetëm për një person. Përndryshe mbledheni që shkurtimisht të informoj se ekzistojnë edhe dhoma për shumë persona deri në 10 apo 12. Në këtë formë organizohet pothuajse në gjitha vendet e rajonit. Ta marrim në Republikën e Maqedonisë, keni te Filipi i dytë. Në Beograd, domethënë, është në kuadrat e Akademisë Ushtarake, në Sloveni, domethënë, që është një ndër shtetet rajonale këtu në regjion, e cila ka shumë më shumë të përpara ka ecë me aplikimin e mjekësisë hiperbarike. Republika e Kroacisë, qendrat e vet e kanë KBC Dubrav. Domethënë, duhet ditë që këto vende që kanë edhe dalje në det, për shkak të smundjes së dekompresionit, i kanë edhe më të avancuar. Domethënë, këtu në Kosovë hera parë është që kemi filluar me punimin me qendrën kombëtare të mjekësisë punës në kabinetin tonë. Do nuk ka dikon institucione publike. Me sa di unë, ka pas një tentim nga një kompani apo spital diçka turk për më ardhur me pru këtu, po kanë hasë vështirësi edhe ligjore diçka. Kështu që nuk kam ndonjë informacion tjetër që dikun po punohet kjo. Fillimisht ju njoftoj që unë përveç se një kohë kam qëndruar në Dubrav atje në Zagreb, ne kemi nështruar edhe procedurat e trajnimit. Edhe si staf kemi kalluar domethënë për 3 njësi, domethënë mbartim licencën. Tash e fundit ka qenë një kongres i madh i cili është maj, ku kemi marrë pjesë edhe atje, dhe i kemi edhe certifikata. Këtu momentalisht kemi të bëjmë me një pajisje thash që është vetëm për një pacient. Dhe kjo e gjithë pajisja domethënë ka 3 pjesë. Është kjo pjesa qendrore ku ne determinojmë gjitha dhanat, po në të njëjtën kohë do vendosin për nivelin e shtypjeve të oksigjenit që pacienti domethënë ka më marrë gjatë trajtimit vet, gjatë kurës vet, sepse siç është këtu përpara keni edhe indikacionet që janë për trajtim mbas të FDA-s amerikane, dhe FDA pothuajse për çdo vit e bën updatimin e këtyre dhanave. Unë tash kështu i shqyqu se a do të ketë updatim për vitin 2026. Në bazë këtyre ishin që janë disa grupime smundjesh edhe gjendjesh,
të cilat ta pacient mund më trajtu, po në të njëjtën kohë e keni edhe numrin e sesioneve, pastaj me sa kilopaskal shkohet, sa kohë qëndron pacienti domethënë brenda, edhe në bazë tyne edhe na domethënë i nështrohemi këtij protokolli që është protokoll ndërkombëtar. Tash dallimi i dhomave hiperbarike në krahasim ato të kalunën është shumë i madh. Se këto janë me siguri shumë të lartë. Përpara ka qenë problemet me klaustrofobi, domethënë frika nga hapësira ngushtë. Tash kjo është rregulluar përmes sistemit me polivinil. Pacientin kemi gjithmonë, domethënë mundi me kontaktu, e kemi domethënë sistemin e komunikimit me telefon, mund të aktivizojnë çdo moment. Po ashtu këtu në këtë pjesë, domethënë është edhe një televizion që në bazë të përzgjedhjes pacienti mund të shoqëjë muzikë apo ndonjë film ose ku ta diun, që për me qenë më i qetë, sepse qëndrimi mbrana është rreth 1 orë. Po në anën tjetër, periudha e dekompresionit zgjat edhe 15 minuta, kështu që të paktën 1 orë 15 minuta. Momentalisht ne këtu kemi një pacient i cili ka pas probleme me një angiopati diabetike, probleme të theksuara, disa herë është intervenuar, ka pas 3-4 operime. Vendosje të groftave, po, angiopati, domethënë qarkullimi i gjakut në periferi, pacient që për shumë vite ka qenë në trajtim me insulinë dhe vazhdon të jetë me bazal bolus, domethënë me 4 doza insulinë. Mirë, po pak një moskujdes i vogël, edhe gjana ka shkuar ashtu siç nuk duhet. Ka ardhur dhe i referuar prej kirurgut plastik këtu, doktor Shpetimit, i cili ka punuar në plagët e tij dhe pastaj ka kërkuar që të vjen edhe Shpetim Dulazeka, ka kërkuar që të vjen këtu. Tash momentalisht ju kanë nështruar domethënë procedurave të dhomës hiperbarike, është në seancën e 4, do të ketë edhe 15 seanca, është në nivel maksimal me 100 kPa. Mirë, po do të nështrohet edhe një operimit. Kjo është një fazë parapërgatitore para se më shkojnë në operim, parasysh se kemi një mbyllje të graftit. Dhe kjo është arsyeja që ka ardhur tek ne këtu. Tash procedura është rreth 1 orë 15 minuta, ashtu kalu shumë mirë, ashtu e toleru domethënë procesin. Doktor, e përmendet FDA-n, sa për shikues, FDA-ja është agencioni amerikan për administrimin e barrave dhe ushqimit, pa lejen e këtij institucionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk licencohet asnjë lloj shërbimi, asnjë lloj barri, asnjë lloj ushqimi. FDA-ja amerikane veç më treguar e ka dhënë lejen përkohshme për dhoma hiperbarike në 1972-76 ka marrë lejen e përhershme dhe mandej 82-shin e silaboj Bashkia Evropiane e ka pranuar dhe si zakonisht doktor Lohani që është pak si më avangard në futjen e mënyrave të trajtimeve si për diabet, po tash edhe për dhoma hiperbarike e ka përvetësuar dhe këtë metodë e thamë, është i vetmi institucion, është i vetmi person, ose është ekipa vetme e këtij kabinetit, e cila është i licencuar, se është e domosdoshme si e përmendet edhe ju, që me qenë të licencuar, me trajnime të licencuara, sepse nuk bën bashkë kush ka parë për shku mi ble, edhe me fillu me shërbime. Doktor, unë e kisha pas dëshirë nëse bën që me kamera ta shohim edhe pjesën tjetër të dhomës hiperbarike, edhe pse pacienti është na ka leju, na normal do të ruajmë privatësinë e tij dhe mandej do të flasim më tutje për arsyetë e përdorimit, që është shumë të rëndësishme. Cilat janë ato shkencërisht të vërtetuara? Shumë e rëndësishme është siguria. Sepse në kohët e mëhershme, jo përmend vitin 1972, po në kohët e mëhershme ka pas domethënë incidente të ndryshme. Mirë, po ta shkenca ka ecë përpara. Këta oksigjenatorë domethënë janë japonez. Dhe këta nuk ka nevojë me marrë oksigjen, ose me pas domethënë dikun oksigjen për me ta heq me sistem gypave. Dhe po të oksigjenit s'ka. Këta që ka ndodhur domethënë prej këtuaj që kemi 20% oksigjenin, koncentrohet, domethënë është oksigjen koncentratori, edhe kjo i mundson që më rrit niveli i oksigjenit këtu edhe marrë 100%. Edhe momentalisht. Siguria është shumë nivel. Ka 3-4 sisteme të sigurisë. Me një moment unë do t'ju tregoj për shembull kur ne kemi mundësinë këtu kemi një sus me cilën ne mujmë me nal, më një herë. Pa ishin nëse pacienti nuk ndihet mirë. Kjo është e para, edhe e dyta që është shumë e rëndësishme, ka mundësi edhe pacienti me nal. Një të smendshme. Nga brenda domethënë mundet me bëu, edhe ne kemi mënyrën e komunikimit të kretë kohën, domethënë që jemi në kontakt me ta. Do të thotë kjo është ajo pjesa.
Klaustrofobia përmendëm më herët është rregulluar përmes kësaj, me polivinil, ka në teloshe. Gjithë ato që na bëjmë, domethënë, ku pas koha kontrollojmë sistemin, jemi në kontakt me një qendër regionale, e cila është përgjegjëse për këto dhoma hiperbarike, është në Celje në Sloveni, në qytetin e Celjes, edhe prej aty domethënë komunikojmë shpesh, edhe tash tuaj po këto mundësi që të jep teknologjia informative, edhe live. Nëse ka bëjë edhe kemi qenë. Po, kemi qenë atje, domethënë gjitha ato gjëra i kemi kalu. Kështu. E përmendet cilat janë indikacione. Doktor, u përmend FDA-ja këtu, pasi këto që i ka dhënë FDA-ja i ka aprovuar edhe EMA, European Medication Agency, domethënë që janë nivel me FDA-n, dhe kur i ke këto dy aprovime, domethënë atëherë çdo gjë domethënë është rishiqune, s'ka dyshime në atë proces. Përveç gjendjeve, domethënë kur i kemi këtu diabetin, pastaj trajtimet pas kemoterapisë me kancer, vijnë edhe gjendje të tjera sikur autizmi apo skleroza multiple, çrregullimet e ndryshme të sistemit imunitor, për arsye se ngrit manual sistemin imunitor. Pastaj deri te ajo pjesa tjetër kur të sportistë kulminant. Domethënë në shtonë procedurat të dhomës hiperbarike, këta që në shtonë procedurat të dhomës hiperbarike, sportistë kulminanti kanë deri 2 javë ditë. Domethënë apo të dëmtime të ndryshme, edhe ata i nështruan, po është edhe kjo pjesa që tash të quhet si pjesa e estetikës, domethënë edhe të këto mbushjet apo pasmarrjes së filerave apo botoksit edhe këto, domethënë rekomandohet që të kalohet edhe në procedurë të dhomës hiperbarike. Ne me thonë drejtë si me marrë shumë me këtë pjesën, për arsye se kemi mjaft ngarkesë me këtë tjetrën. Një pacient, kur vjen këtu një përmendë, domethënë rreth 1 orë gjysmë na merr. 1 orë çaj që qëndrojmë këtu, 15 minuta e periudha dekomprimimit, përgatitja e tij për më fut mbrana. Unë ju dhash një dokumentacion e pat që cilat janë kushtet për më futën dhomë hiperbarike, se çdo pacient ka lënë për çat pjesë. Domethënë që duhet janë disa gjendje që ata nuk guxojnë më futën, nëse ka pas një pneumotoraks për shembull, apo ka një otit. Po janë disa gjendje që nuk lejohet. Fati është që ne këtu i kemi dek tjera, kabinetet tjera, që mujtë me verifiku më njëherë. Për shkakun, nëse pacienti ndin shumë dhimbje në proceset mastoide këtu, apo dhimbje veshi, më njëherë domethënë ndërprerën procedurën, vazhdon te specialista ORL, kontrollohet, nëse ka nevojë për më marrë terapi, merr terapi në momentin kur ajo trajtohet, shërohet, rikthehemi prapë. Kupton, këto janë gjëra që është edhe një pyetësor para prapë. Po, gjithsesi. Pyetësori është jetë deos. Po, ai duhet një plotësu ato dhe duhet për më na dhënë informacione të sakta. Domethënë, këto janë ato gjendjet në të cilat ne domethënë kushtojmë shumë rëndësi sigurisë. Tashti. Meqense janë këto gjendje këtu që i kemi, secila prej tyre domethënë ka edhe numrin e sesioneve, e ka edhe kohën e qëndrimit, sa sesione i merr gjatë javës, me çfarë kilopaskal shkohet, domethënë për secilën gjendje veç e veç. Dhe plus që kemi këtë komunikimin me këto nivelet tjera. Momentalisht, pacienti domethënë ka kryer këtë pjesën e vet, bëhet gati domethënë tash për me tërheq pacientin. Edhe në momentin domethënë kur del normal përcjell stafi mjekësor, mirë që mund të ketë ndonjë marramendje për shkak të qëndrimit rreth 1 orë sa, apo nëse ka një problem tjetër, ndonjëherë na referohet. Edhe një 15 minuta qëndrojmë këtu tek pastaj domethënë kur bëhet ajo periudha domethënë përcjelljes, atëherë mundet të vazhdu për shpejt vet, që njerëzit i nështrojnë procedurës rradhës. Tash për shembull këtë pjesën, domethënë është pjesa qendrore, kur ne vendosim për pacientin se sa kohë ka me qëndru, sa kilopaskal do t'i nështrohet, domethënë qëndrimit këtu, dhe gjithmonë e përcjellim domethënë nëse ka një problematik tjetër. Pacienti gjatë qëndrimit. Por kemi thash edhe mënyrën e komunikimit, komunikojmë direkt përmes telefonatës. Pacientët mundi mu afru pak. Gjatë qëndrimit këtu kanë mundësinë që përmes sistemit të monitorit, domethënë këtu, në mënyrë që mos ketë në ndjenjë frikës, mund të marrin gjithçka domethënë prej kësaj lidhjes direkte me TV. Edhe që të tregoj edhe një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme. Ekziston këtu një sus me cilën në çdo moment ne mujmë ndërprej. Domethënë procedurën. Nëse pacienti se di veten mirë, këtu gjithë flas për elementet e sigurisë. Por edhe brenda kësaj mundi më ofru pak, qëndrojnë e susa kuqe atje,
me cilin pacienti vetëm me një shtypje dorës e ndal procesin. Dhe çdo gjë domethënë është e sigurt, është e kontrollueshme. Kjo është domethënë pika e shkurtë se si funksionon. Thash, nuk muj më tepër se 2 pacienta në ditë, për arsye se na shkojnë rreth 3 orë gjysmë. Çdo gjë, domethënë, kur një pacient del prej këtuj, ndrohen gjithë çarshafat poshtë. Maskat ndrohen, domethënë janë maska sterile. Lejani t'ju tregoj për shembull që secili pacient këtu tek ne kur vjen, e ka maskën e vet, ka emrin dhe beemrin e shënuar këtu. Dhe kjo nga infermierja, domethënë vendoset rendi aty që mos ketë ndaj bartje e infeksioneve. Sigurisht. Tek pacientët që janë me probleme të shkutës diabetike e që janë duke u trajtu, nuk ka nevojë kur gjë tjetër. Domethënë mbetet kur vjen futet ashtu, futet me ngadalë, domethënë me kujdes. Vetëm një gjë, rritja e sasisë së oksigjenit, nivelit të oksigjenit, pjesë periferike, ku është damtimi, ta marrim të shkuta diabetike, dikon rreth mendohet 2 deri 3 herë e rrit fuqinë e antibiotikit që është të marrë pacienti. Që është një gjë shumë e rëndësishme. Mos keq kuptohemi, nuk është metodë kryesore e trajtimit. Është metodë ndihmëse që ndihmon edhe metodën kryesore. Këto pjesë të tjera që unë quaj si përdorim komercial, domethënë kjo për estetikën, pastaj te rastet e sportistëve, për arsye se ki X sportist kulminant se për çdo ditë në shtrosa. Domethënë kjo është ajo pika të shkurtë, është një degë e re, është një lami e re te ne këtu sepse bota domethënë ka shënime nga viti 1662, që është përdorur në forma të ndryshme në Britaninë e Madhe së pari. Doktor, për fund kësaj pjese, i përmendim edhe një herë. Kjo është një shërbim që kryhet në qendrën kombëtare të mjekësisë punës, është i vetmi institucion pa pagesë. Është i vetmi, është i vërtetuar për institucionet më relevante botërore dhe evropiane dhe i licencuar si metodë. Ai përmendja që ta bëjmë një apel edhe kolegëve tonë se pacientët nuk mundin më ardh pa jenë pa këshill dhe pa udhëzim. Po ata në çdo moment mundin më ardh me pa si funksionon për shembull dhe është e pakuptueshme më shfrytzu pak kur është kërku më ardh, e në pagu pare të mëdha, profesionistat që përdoren i kemi këtu edhe mos më shfrytzu është për indikacione për të cilat normalisht pajtohen edhe protokollet. Atëherë na po vazhdojmë edhe pak më tutje. Faleminderit. Vazhdojmë në pjesën tjetër. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Doktor, shumë faleminderit për krejt këto që deklarut, si zakonisht një shumë i motivun me qenë edhe mysafir në TV Syri, po mbi gjitha më vjen shumë mirë që një kolegi joni si puna juaj i përcjell trendet më të reja shkencore, jo këto tjera, se ka edhe në mjekësi, ka tregti, po këto është shkencë, edhe është një kënaqësi me të vërtetë jo për promovu ju se ajo punë veç është kry më herët, veç që ju jep një mundësi njerëzve që mu trajtu njësoj si trajtohet një Amerikan. Për arsye se ne kemi edhe të afërm në Amerikë të cilët janë shumë të kënaqur me mënyrën e trajtimit me mëngjaru, edhe gjitha ato shkethat ju ata i deklarojnë edhe vërtetojnë. Tash unë thash përveç falënderimit, si zakonisht edhe kam edhe një pyetje personale, doktor. Tash puna dietës shpesh është edhe çështje estetike, jo veç indikacion shëndetësor, dhe është një thonje që ka majt 30 ditë dietën dhe kesh kam hup është 1 muaj. Edhe mi po tash ju për na tregoni që diferenca është evidente me këto barna. Unë kam pa njerëz që është evidente, veç në vërtetoni edhe njerë më në vërtet që t'i hekim barierat edhe ato mitet
që nuk është vetëm çështje komerciale, po me të vërtet funksionon. Ja, funksionon, edhe në qësa thu që nuk funksionon, atëherë duhesh me pas një bazë. Se s'po funksionon, edhe duhesh me jap një argument shkëlqësor. Sigurisht. Po nuk pajtona që një jo kompetencë, domethënë dikujt që s'ka lidhje me ato me dhënë një mendim pastaj. Se s'mund ta japë një mendimin për shkak për diçka tjetër, në aspektin kardiologjik ose dikon tjetër. Por një gjë le të kuptohet, domethënë duhet me ditë. Çdo kush ka nevojë me qenë informuar. Nga studimet e mia postdiplomike në Zagreb ku marrë një fjali shumë të madh, një njeriu shumë të madh, që i ka udhëheq ato studime, ka qenë profesor Metellu. Edhe ai thonë kështu, përmirësoj komunikimin me pacient. Sepse ai shifte rolin e mjekut që nuk po kryej si duhet në raste të caktuara, po flas edhe për mjek krahët atje. Duhesh me arrit të ke komunikimin. Pa komunikim nuk ka kur gjë. Duhesh me arrit të komunikimin me pjesë tjera, me shoqata, me asociacione, edhe me këto. Duhesh me lobu për me edhe me avoku për me ndryshim ligjor ose për me fut një çështje dikun ku diun në parlament ose në ministri për me ndryshu këto procedura që tash po është ajo çështja e bashkëpagesave. Ne tash po jap këtu për herë të parë. Jemi në proces të regjistrimit dhe besoj që javën tjetër do kryejmë proces të regjistrimit të shoqatës së endokrinologëve që ekskluzivisht mirët vetëm me obezitetin. Aty do të kemi edhe kirurg, do të kemi edhe lami tjera. Në mirë që ta krijojmë një farë trendi. Do të ketë edhe kirurg që mirë me kirurgji metabolike. Sepse në fundit kur gjë nuk shkon, ku është obezitet morbid, atëherë i metet kirurgjisë metabolike. Domethënë me domethënë me ato lloje të ndryshme të operimeve dhe me kry punën. Tash dhe më përmenë punën të vësyrët, ne jemi shok, jemi gjenerat, mendoj që në këtë gjakuvën tonë, syrë po kryejnë ato për shkak të thirrë. Po jep informata edhe në aspektin edhe të falenderoj ty që ke marrë te guximin për me organizuar një emision të tillë se me të vërtetë nuk është ka njëra dhe det. Edhe kjo informata domethënë pacientët duhet me pas një informat bazike për ato çka po ndodh, sepse mund të kesh marrë diet, një muj ditë, po për 2 ditë kur kalon atë ku i librin, domethënë mundesh me shtu prapa të peshit. Dieta nuk është diçka që duhet më ndodh 1 javë, 2 javë, 1 muaj ose 2 muaj, është kontinuale. Profesor Metellu në një emision në Kroaci thonë kështu. Dieta fillon prej kopshtit të fëmijëve, edhe edukimi. Atëherë nëse ja bën me dije fëmijës që s'ka nevojë me përdor pijet gazone ose këto, ushqime të shpejta, atëherë ke arrit efektin, të ke sot pak vështirë masë me bën ndryshimet të ai njëri që i ka për shembull një moshë 50 apo 60 vjet, sepse është mësuar 50 vite. Kjo është ajo krejt esenca. Është mirë që tash po në Kosovë i ki këtë format e trajtimit. Por është një tjetër që nuk është e mirë, që nuk mund me imbulu me siguracione shëndetësore, çfarë është kemi akoma. Tash, nuk i nevojë me bëj vetëm listë esenciale, bëjmë edhe listë bashkëpagesave. Jepja mundësinë dikujt që ta blej jo 84 euro, po ta blej me 20 euro, 25 euro, ta ketë çast. Atë se këto gjëra që bota i gabos, kemi nevojë me zbulu tash këto ujë në nxehtë, se i kanë kryer ata. Pa i kryejnë edhe Maqedontë, për kryejnë edhe këta të tjerë, të ki edhe në Shqipëri me një farë forme. Kanë filluar me këto bashkëpagesat. Prandaj nuk ka nevojë. Në Serbi funksionon njëjtë, në Bosnë, në Kroaci, ala më tepër. Ato janë shtete që kanë buxhete të mëdha, domethënë për shëndetësi, por megjithatë i trajtojnë pacientët në mënyrë shumë nënçi. Doktor, dhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe për takimet e radhës. Faleminderit. Të nderuar miq, ky është emisioni Med Plus, apel Ministrisë së Shëndetësisë, Qeverisë Kosovës, që më në fund, mbas 26 vjetëve, të fillojë me sigurime shëndetësore, sepse në këtë mënyrë edhe sigurohet një shërbim më i mirë shëndetësor, bara më të lira për popullatën e jonë, të marrë parasysh gjitha ato shpenzime që bëjmë kota në këtë shoqëri tonë, kujtoj që kjo është prioritet mbi prioritete. Kaq kishim për sonte, bashkë me ju. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.